Në kuadër të tetorit roz, muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, Bashkia Kuçov, nën kujdesin e veçantë të kryetarit Kreshnik Hajdari, organizoi një aktivitet sensibilizuar kushtuar grave dhe vajzave të komunitetit. Ky muaj mbart një mesazh të fortë: ndërgjegjësimi dhe kontrolli i hershëm shpëton jetë. Aktiviteti zhvilluar në ambientet e bashkisë mblodhi së bashku përfaqësues të institucioneve, organizatave, stafit të bashkisë dhe qytetarë të shumtë për të përcjellë mesazhin e kujdesit ndaj shëndetit të gruas si bazë e një shoqërie të fortë dhe të shëndetshme. Nëse një grua është e shëndetshme, është e shëndetshme familja, dhe nëse është e shëndetshme familja, është e shëndetshme edhe shoqëria, ishte fjalia kyçe që udhëhoqi këtë aktivitet simbolik. U theksuar rëndësia e kryerjes së vizitave të rregullta mjekësore dhe ekzaminimeve mamografike, si dhe nevoja për të informuar dhe inkurajuar gratë për të mos e shtyrë kontrollin mjekësor. Ky angazhim i Bashkisë Kuçov është pjesë e një përpjekjeje të gjerë për të ndërtuar një komunitet më të vetëdijshëm dhe më të kujdesshëm, ku shëndeti i grave të mos neglizhohet, por të jetë një prioritet i përbashkët. Mesazhet roz, buzëqeshjet dhe mbështetja që u përcjoll në këtë aktivitet janë një kujtesë se lufta kundër kancerit të gjirit është një betejë që duhet na bashkojë të gjithëve me dashuri, forcë dhe solidaritet.